po cilët bimë mund të na i përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe të ulin ndezjen e këmbëve. Atëherë, si bimë të shumta në vendin ton ka, duke filluar që nga ginkgo biloba, e cila përmirëson qarkullimin e gjakut dhe furnizimin e nervave periferik me oksigjen. Ginkgo biloba kemi edhe në vendin ton, ajo mund të ketë ardhur diku nga vitet 65. Rozmarina është bima e shekullit e cila stimulon dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, zgjeron enët e qarkullimit të gjakut dhe ndihmon në uljen e inflamacionit. Kjo është një bimë mbar kombëtare, prandaj ne nuk e kemi sjellë në studio, të gjithë e njohim. Përdoret si çaj 1 ose 2 gota në ditë. Xhenxhefili ose xhinxheri, jo vetëm që është me të vërtet një anti-inflamatori mrekullueshëm, sidomos në periudhën e virozave, por ky na jep një të mirë tjetër në organizëm, pasi përmirëson rrjedhjen e qarkullimit të gjakut dhe ka një efekt ngrohës për organizmin. Na duhen nga ato produkte, sidomos hudhra, qepa, të cilat hollojnë gjakun, e përmirësojnë qarkullimin e tij dhe ju japin arterieve dhe venave një elasticitet të mjaftueshëm për të ulur dhe për të balancuar tensionin e gjakut. Prandaj hudhra përdoret, po edhe qepa përdoret nga njerëzit që kanë atë tendencën e rritjes së tensionit nganjëherë, sidomos natën. Ky është efekti, pra konsumimi 1-2 thelpinëve hudhra bën që arteriet dhe venat fitojnë një farë elasticiteti dhe presioni i gjakut bie. Njëkohësisht gështenja e egër, në disa zona i thon gështenja e kalit, kjo forcon muret e enëve të qarkullimit të gjakut dhe nuk lejon që në pjesën fundore këto nervat, mbaresat nervore të mos na ushqejnë mirë me gjak. Plot me antioksidant, rushi i kuq, por le të themi cipat e rushit të kuq dhe gjethet e rushit kur bëhen me atë ngjyrën e kuqurremt të bukur. Ato janë plot me OPC, të cilat mbrojnë kapilarët, janë antioksidant dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Po kështu, hithra, murrizi dhe plot bimë të tjera ndihmojnë dhe bari bletës ndihmojnë në qarkullimin e mirë të gjakut dhe luftojnë neuropatin. Gjithashtu, sherebela është një bimë edhe kjo mbar kombëtare, sidomos kur kemi tendencën e një ulje të qarkullimit të gjakut, kjo e ngre atë dhe njëkohësisht qetëson sistemin nervor dhe është një bimë e cila shkakton gjumë. Njëkohësisht speci i djegës fal kapsaicinës në brendësi të tij nxit qarkullimin e gjakut. Përsëri një bimë tepër popullore, tepër përhapur, gjethja e ullirit që ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe në metabolizmin e glukozës. Pra, le të themi shkurt, vaj ullirit është i mirë si një ushqim i mrekullueshëm, plot me antioksidant, omega 3, 6 e kështu me radhë, vitaminën E, ndërsa gjethet e ullirit janë ilaç i mrekullueshëm. Përdorini ato në dobi të shëndetit tuaj. Le të vemi tek gjethja dhe lulja e murrizit, pra edhe lulja edhe fruti, po kryesisht ato një bërthamoret. Atëre janë të mira pasi përmirësojnë qarkullimin e gjakut, pastrojnë arteriet nga brenda, sidomos jo vetëm nga inflamacionet, por edhe nga tendenca për depozitimin e triglicerideve dhe njëkohësisht edhe për përmirësimin dhe balancimin e tensionit të lartë arterial. Kemi një sasi farash të ndryshme, siç është për shembull susami, fara e kungullit, tahini, të cilat rregullojnë mrekullisht mirë nivelin kalcium, magnez, zink në organizëm dhe si thua kanë tendencën që të më luftojnë edhe ato sëmundjet e ngërçit të natës ose të ngërçit të këmbëve ose të përdhesës, që i thot populli. Si do të ishte trajtimi alternativ në kushtet e shtëpisë, pra le të vemi gjithë kjo njohuri që morët juve, si do të na ndihmojë në normalizimin ose në eliminimin e kësaj simptome në trupin tonë. Pra, duhet të rregullojmë ambientin, të kemi një oksigjenim të mirë të trupit, duhet të balancojmë mirë ushtrimet dhe ngarkesën fizike gjatë ditës dhe duhet e fundit që neve të marrim masa edhe për largimin e atij acidi laktik të tepërt që mund të na grumbullohet
në pjesën fundore të talusit ose edhe në mbaresat më të fundit nervore. Atëherë, si do të veprojmë? Marrim një enë afërsisht me 5-6 litra ujë të nxehtë, 40-42 gradë, shtojmë në të një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me krip. Futim këmbët, i mbajmë afërsisht 10-12 minuta. Mbasi i heqim, bëjmë një masazhim të tyre, pra i fshijmë dhe një masazhim të lehtë. Atëherë, marrim këtë ekstraktin e atyre bimëve që unë i përmenda më sipër. Pra, lyejmë këmbët me ekstraktin e trupit, me murriz, gështenjë, rozmarinë e kështu me radhë. Pra, duke sprucuar, duke përhapur dhe bëjmë një relaksim të lehtë të tyre. Mandej, vendosim vajin reumer, e shpërndajmë që nga shputat e këmbës deri mbi kyçin lart dhe bëjmë një masazhim në fillim në formë rrethore, pastaj mbi vete, këtu tek pjesa e kërcirit, te talusi, deri në pjesën e patellës, sidomos tek kupa e gjurit, pra duke e marrë masazhuar nga maja e gishtave deri mbi gjunjë. Atëherë, si thua, drejtojmë gjakun drejt zemrës. Ndihmojmë që venat të jenë më të zbrazura, më të lehtësuara. Dhe mandej i mbajmë këmbët në një kënd afërsisht 60 gradë për 15-20 minuta. Mbas kësaj, marrim dhe pim një çaj që të na ndihmojë edhe të largojmë infeksionet nga arteriet dhe venat, edhe të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Pra, në rastet e një diabeti, të një pagjumësie, mund të përdorim çajin e diabetit. Por, nëse kemi një kolesterol të lartë të ngritur, mund të përdorim çajin për kolesterolin. E në rastet e përgjithshme, çaji kardiomer do të ishte i mrekullueshëm për të dy këto kategori njerëzish, pasi na ndihmon më së miri në mirë qarkullimin e gjakut dhe në oksigjenimin e qelizës. Atëherë, marrim 2.5 litra ujë, do të hedhim afërsisht një pako nga çajrat që neve duam të rregullojmë problematikën, ai me diabete përmenda glukomerin, ky me kolesterolin le të marri kolestomer. Mund të shtojmë në të barin e bletës, si një qetësues nervore, rozmarin, ginkgo biloba, nga një dorë dhe njëkohësisht edhe hithra për të nxitur pak atë epitelin renal të veshkës që të më largoj ujin e tepërt dhe njëkohësisht të më largoj edhe këto acidet e tepërta në organizëm. Ky do të ishte një çaj i mrekullueshëm që na ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Nëse 2-3 ditët e para këtë masazhin e shputave të këmbëve do ta bënim me atë ujin e ngrohtë, 4-5 ditë tjera më vonë atë masazhin duhet ta bëjmë me ujë të ftohtë, në mënyrë që të më ndikojnë në ngushtimin e diametrit të arteriolave dhe të venulave. Po u ngushtuar mirë ato venat, atëherë ato portat që ndodhen brenda tyre do preken të arrijnë të mbyllen dhe në këtë mënyrë funksionon shumë mirë edhe qarkullimi i gjakut. Gjatë ditëve që ne do të bëjmë këtë trajtim, duhet kemi parasysh të eliminojmë këto ushtrimet e rënda fizike, ecjet me orar të zgjatur, qëndrimi i gjatë në këmbë ose njëkohësisht edhe ngritja e peshave për shembull të rënda. Po kush do të ishte mëngjesi më i mirë për këtë kategori njerëzish? Po ne përmendëm për shembull farat e ndryshme që do të ishin të mrekullueshme, susami, tahini, farat e kungullit edhe të lulediellit e tjera, por le të vemi shkurtimisht tek një mëngjes shumë i shijshëm dhe i pasur me mikroelemente dhe me vlera. Atëherë, mund të marrim për shembull, nëse do të marrim të veçanta, pak tërshër, pak fara susami, pak fara të lirit, për shembull, fara kungulli dhe ndoshta dhe boronicën, kjo ndoshta do të ishte pak e stërgjatur për juve si rrugë. Ose mund të bëjmë një trajtim shumë të shkurtër dhe të shpejtë. Atëherë, një person mundet të ketë nevojë afërsisht për 2 deri në 3 lugë gjelle musli, e cila si të thuash i ka të gjitha këto që unë përmenda më sipër, i ka në brendësi të saj. Atëherë, nëse do të hedhim në kos 2 lugë gjelle, janë të mjaftueshme, mendoj unë, për një njeri të moshës mbi 50 vjeç.
Mandej, le të vemi tek produkti tjetër, Kardiomer, i cili na ndihmon më së miri në mirë qarkullimin e gjakut. Atëhere, ato që unë përmenda dhe bimët më të fuqishme, siç është boronica, siç është aronia, e të tjera, murrizi e kështu me radhë, na ndihmojnë më së miri që të marrim, si thuash, nga këto mikroelement të tyre dhe organizmi nuk ka nevojë për shembull që të marrë nga shumë pako, pasi bimët më të fuqishme vepruese për qarkullimin e gjakut i kemi këtu. Atëhere, bëjmë përzierjen e tyre. E lejmë afërsisht 5 minuta deri në 10. Në këtë mënyrë, kosi, si thuash, do të më veproj me këto farat dhe mundet që ndonjëra prej tyre po të ketë fitate, atëherë gjatë këtyre 5 minutave të çlirohet. Do të vini re mrekullisht kosi në pjatën tuaj, do të ndryshojë ngjyrë nga i bardhë, nëse do të ishte kosi mirë, do të marrë një ngjyrë të kuqe. Atëhere, pse ndodh kjo? Gjithë përbërësit fitokimik të boronicës, të aronjës, të cipave të rushit, do fillojnë pak e nga pak të çlirojnë të gjitha ato kimikatet. Pra, ky e mori ngjyrën afërsisht që tash. Nëse do ta lëm afërsisht edhe 3-4 minuta të tjera, ky mëngjes do të bëhet më vishnj i bukur dhe me të vërtet është tepër i shëndetshëm për organizmin tuaj. Pra, edhe një herë, 2 deri në 3 lugë gjelle musli në një pjatë kos, 1 lugë gjelle osteomer, i trazojmë, i përziejmë, ngjyra do t'i afrohet më shumë pas 5 minutave një ngjyrë vishnje të kuqe, që tregon se boronica dhe aronja tash i kanë filluar tashmë që të homogenizohen me kosin dhe të jenë, si thuash, të gatshme për t'u përdorur dhe për t'u asimiluar nga organizmi. Ky ishte emisioni për sot, miq të dashur. Shpresoj që t'ju ketë vlejtur, nuk diskutohet që do t'ju ndihmoj dhe mendoj që edhe miqve tuaj t'ju çoni këtë informacion. Mirupafshim në emisionin e radhës.